بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقا وتوفيقا يا أكرم الأكرمين. Me emrin e Allahut të falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahu të lutemi të na ruaj prej skeqjes së veteve dhe veprave tona, cili ndoqë Allahu e udhëzon nuk ka kush të devijojë, e kushdo që devijon nuk ka kush të udhëzojë atë askush tjetër përveç Tij. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij. Paqja, mëshira, mirësitë, bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e Tij, mbi shokët e Tij, e mbi çdo besimtar që e ndjek dhe pason rrugën e Tij deri në ditën e fundit. O Allah, ty të lutemi të na japësh dije të dobishme, na bësh që të përfitojmë me këtë dije, e të na bësh të na japësh punë të pranuar, e të na bësh që dalim faqebardh ditën kur do dalim para Teje. Amin. Kemi përmend mësimin e kaluar rregullat e ehli sunnetit në lidhje me shefaatin. Jemi pikërisht tani te rregulli i dytë. Rregulli i dytë në lidhje me shefaatin është se shefaati, pra ndërmjetësimi, është pronë absolute e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra ndërmjetësimi i përket i gjithi Allahut Jalla fi ula. Thot Allahu: "Qul lillahi ash-shafa'atu jami'a." Thuaj, i gjithë ndërmjetësimi i takon vetëm Allahut. Pra nuk ka tek ndërmjetësimi hise askush tjetër përveç Allahut Jalla fi ula. Pra nuk ka ndikim, nuk ka dorë askush tjetër përveç Allahut Jalla fi ula. Që nga fillimi e deri në fund ndërmjetësimi i takon vetëm Allahut. Që do të thot, askush nuk mund të ndikoj apo nuk mund të nisi ndërmjetësimin nga vetja e tij. Vetëm se Allahu subhanahu wa ta'ala është ai i cili ja mundson robit të bëjnë ndërmjetësim. Madje Allahu subhanahu wa ta'ala është ai i cili e urdhëron robin ta bëjë ndërmjetësimin. Sikur se i thot profetit sallallahu alaihi wasallam: "Irfa ra'sak", pra ngrije kokën, "sel tu'ta washfa tushaffa", kërko dhe do të jepet, ndërmjetëso dhe do të pranohet. Pra Allahu Jalla fi ula është ai i cili jep urdhër dhe lejon dhe e pranon me mirësinë e Tij ndërmjetësimin e robit. Kështu që prej fillimit deri në fund ndërmjetësimi i takon vetëm Allahut, dhe ne e veçojmë Allahun me këtë vepër, dhe askush nuk mund të ketë besim, pra nuk lejohet të besoj se dikush ka dorë diçka në ndërmjetësim, se mund ta nisë ndërmjetësimin pa i dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala atij leje. Pra, sikur se thot Ibn Qayyim në Ighathatul Lahfan, pra flet për shefaatin, për ndërmjetësimin, dhe thot realiteti është se e gjithë çështja kthehet tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu ndërmjetëson, pra e jep ndërmjetësimin prej vetes Tij tek vetja e Tij, që të mëshiroj krijesat, të mëshiroj pra robërit e Tij. Pra prej vetes e jep ndërmjetësimin dhe ndërmjetësimin e kthen po te vetja e Tij. Mund të thot dikush: atëherë, cila është dobia e ndërmjetësimit? Përderisa thon Allahu e ka marrë këtë gjë në dorën e Tij, domethënë, kush është dobia e këtij ndërmjetësimi? Themi që ka dy dobi. E para, Allahu subhanahu wa ta'ala do ta nderoj atë rob cilin i ka dhënë mundësi me ndërmjetësu. Kjo është nderim prej Allahut Jalla fi ula, që i thot dikujt ndërmjetëso.
Pse? Se ne themi ai i cili ndërmjetëson është ai personi i cili Allahu është i kënaqur prej tij, me fjalën dhe me veprën e tij. Kështu që kur Allahu i thot dikujt ndërmjetëso, do të thotë që është nderim për atë person. E dyta, shefaati, ndërmjetësimi është shkak që Allahu subhanahu wa taala pra ja kërkon krijesave për të arritur mëshirën e tij, xhelle fi ula, sikurse i ka kërku duan, namazin, veprat e mira në përgjithësi, edhe shefaati me urdhër të tij është shkak që të arrihet mëshira. Pra kur të bëhet e qartë kjo gjë, që shefaati, ndërmjetësimi nga fillimi deri në fund i përket vetëm Allahut xhelle fi ula, atëherë bëhet e qartë që ata të cilët besojnë se dikush tjetër përveç Allahut pra ka në dorë diçka në ndërmjetësim, ato realisht i kanë hyrë Allahut në hak, në uluhijen e tij, pra në adhurimin e tij, në veçimin e tij në adhurim dhe në rububijen e tij, pra në veçimin e tij si Zot, si krijues. Edhe patën mendim të keq për Allahun subhanahu wa taala, duke menduar që dikush mund të ndërmjetësoj përveç Allahut xhelle fi ula dhe mund të ndikojë në gjykimin e Allahut. Pse ne thamë çfarë është ndërmjetësimi? Ndërmjetësimi është të futet një person i mesëm për t'i larguar një individi, një personi, një të keqe apo për t'i sjellë një të mirë. Ndërkohë që Allahu subhanahu wa taala ka gjyku, ka vendos kush është ai i cili mund ta ndryshojë gjykimin e tij. Pra askush nuk mund ta ndryshojë diçka që Allahu xhelle fi ula e ka caktuar. Prandaj na bëhet e qartë se ata të cilët besuan se dikush tjetër përveç Allahut posedon diçka në shefaat, në ndërmjetësim, ato realisht i kanë bërë Allahut ortak në diçka që i përket vetëm atij xhelle fi ula. Pra ata të cilët i luten të vdekurve, njerëzve të mirë, duke menduar që këta do ndërmjetësojnë tek Allahu subhanahu wa taala, ato faktikisht kanë rënë në idhujtari, sepse janë duke i kërkuar diçka që ato nuk e kanë në dorë, që i përket vetëm Allahut subhanahu wa taala. Pra, shkurtimi i kësaj, me një fjali, ndërmjetësimi i përket vetëm Allahut. Nga fillimi deri në fund, Allahu është ai i cili ta mundson të jep leje, të inspiron për ndërmjetësim, të urdhëron, edhe ai me mirësinë e tij e pranon. Rregulli i tretë, ka ndryshim midis asaj që themi ndërmjetësues përveç Allahut dhe ndërmjetësues me leje prej Allahut subhanahu wa taala. Çfarë do të thotë? Nëse dikush thotë, po, ka ndërmjetësues përveç Allahut, këtu themi, më thonë, është idhujtari, është t'i bësh Allahut ortak në diçka që i takon vetëm atij. A ka persona që do ndërmjetësojnë? Po, ka persona që do ndërmjetësojnë, po këto janë ndërmjetësues me leje prej Allahut subhanahu wa taala, që Allahu i ka leju. Pra ka ndryshim njëna me tjetrën. Pra ne nuk na lejohet me besu që ka ndërmjetësues përveç Allahut. Na lejohet me besu vetëm që ka ndërmjetësues që Allahu xhelle fi ula i ka dhënë leje. Pra Allahu subhanahu wa taala i ka leju. Prandaj idhujtarët kanë marrë ndërmjetësues përveç Allahut. Thot, emi të khadhu min duni Allahi shufa'a. A kanë marrë përveç Allahut ndërmjetësues? Thot Allahu,
Ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi'. Ju thot nuk keni përveç Allahut as ndihmues dhe as ndërmjetësues. Allahu subhanahu wa taala e mohon që të ketë ndërmjetësues përveç tij. Ndërsa njerëzit të cilët e njësojnë Allahun, monoteistët, njësuesit e Allahut xhelle fi ula, besojnë se ndërmjetësues ka vetëm me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu: ma min shafi'in illa min ba'di idhnihi. Nuk ka ndërmjetësues vetëm se me leje prej Allahut subhanahu wa taala. Thon ai cili beson që ka ndërmjetësues përpos Allahut, ai ka besu ortak me Allahun subhanahu wa taala, ndërsa ai i cili ka besu që ka ndërmjetësues me leje prej Allahut, ai ka besu besimin e drejtë, që ka ndërmjetësues, mirë po vetëm se Allahu xhelle fi ula e ka leju, madje edhe e ka urdhëru. Rregulli i katërt është se ndërmjetësimin nuk kanë për të arrit vetëm se monoteistët, njësuesit, ata cilët e njësojnë Allahun subhanahu wa taala. Shefaatin pra nuk e arrin vetëm se monoteistët. Besimi që patën idhujtarët ishte besim që i çoi ato i nxori prej feje, ishte shirk. Ato besuan që dikush tjetër përveç Allahut e ka në dorë ndërmjetësimin dhe e ka në dorë, çfarë do të thotë kjo? Që mund të ndikojnë apo që mund të lëvizin diçka në urdhrin e Allahut apo në caktimin e Allahut. Prandaj shkuan i kërkuan krijesave diçka që krijesat nuk e kanë në dorë. Edhe prishën kushtin kryesor për të arritur ndërmjetësimi. Pra që ishte tauhidi, njësimi i Allahut. Të vetmit që kanë për të arritur njësimin, që kanë për të arritur ndërmjetësimin, janë muslimanët të cilët e njësojnë Allahun dhe veçojnë atë në adhurim dhe nuk i bëjnë atij ortak në asgjë. Ky është kushti kryesor që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam për shefaatin e tij: "Fa hiya na'ilatun insha Allah liman mata min ummati la yushriku billahi shay'a." Shefaati im, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ka për të arritur insha Allah, thot, për çdo person që vdes prej umetit tim dhe nuk i ka bë Allahut shirk në asgjë. Pra ka vdekur si njësues i plot i Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndërsa për idhujtarët, thot Allahu: "Fama tanfa'uhum shafa'atu ash-shafi'in." Nuk i bën dobi atyre ndërmjetësimi i atyre që këto ja kanë kërkuar ndërmjetësimin. Madje dhe vetë ato e thonë: "Fama lana min shafi'in." Nuk kemi ndërmjetësues. Kanë për ta kuptuar atë ditë, mirë po atë ditë do të jetë vonë. Atë ditë nuk bën më dobi. Njeriu sa është në këtë botë duhet meditoj e duhet ta njësoj Allahun subhanahu wa taala në çdo gjë që i takon vetëm atij, dhe për këtyre tham është ndërmjetësimi. I gjithë ndërmjetësimi nga fillimi në fund i përket vetëm Allahut subhanahu wa taala. Në hadithin tjetër, Ebu Huraira radhiyallahu anhu thot, e pyeta profetin sallallahu alaihi wasallam: "Men as'adu an-nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamah?" Kush është njeriu më i lumtur me ndërmjetësimin tënd ditën e Kiametit? Profeti sallallahu alaihi wasallam, shiko, domethënë i kthen përgjigjen pak a shumë atë që thamë më lart. Thot: "As'adu an-nasi bi shafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi." Njeriu më i lumtur me ndërmjetësimin tim, me shefaatin tim ditën e Kiametit, është ai i cili thot la ilaha illa Allah me sinqeritet në zemër. Pra ai është i sinqert me këtë fjalë, e jeton.
Pra se s'bën që të arrihet shefaati i profetit sallallahu alaihi wasallam, duhet të plotësohet, duhet të jetësohet dhe të realizohet tauhidi, njësimi i Allahut xhelle fi ula. Kështu që i dhujtari kurse si nuk ka si të arrijë këtë gjë, pasi ai e ka prish tauhidin e tij, ai ka rënë në idhujtari. Ai ka besu diçka që nuk lejohet të besohet dhe një besim i cili ja ka prish atij fenë e tij. Çështja e katërt edhe e fundit të kapitulli i shefaatit janë llojet e shefaatit ditën e Kiametit. Dietarët kur përmendin çështjen e shefaatit, pra çështjen e ndërmjetësimit, përmendin edhe llojet e shefaatit që kanë për të bërë ditën e Kiametit, sepse ndërmjetësimi pra shefaati nuk është vetëm një lloj, po ka disa lloje. Shpjeguesi i Akides Tahawiyje Ibn Abil Izz al-Hanafi ka përmend 8 lloje të shefaatit, 8 lloje ndërmjetësimesh që do të ndodhin ditën e Kiametit. E para që përmend Allahu e mëshiroft, thot është shefaati i madh, ndërmjetësimi i madh që profeti sallallahu alaihi wasallam ka për ta bërë, që të fillojë gjykimi i krijesave, gjykimi i njerëzve. Thot Ibn Abbasi dhe Ibn Umeri dhe një grup prej selefëve se ky shefaat është ajo që quhet el-maqam el-mahmud, pra vendi i lavdëruar, pra ose pozita e lavdëruar që i është dhënë profetit sallallahu alaihi wasallam, që do t'i ulet Allahu subhanahu wa taala, ka për ta madhëruar, ka për ta falendëruar, ka për ta lavdëruar Allahun xhelle fi ula, dhe pastaj Allahu subhanahu wa taala i thot çohu, pra ngrije kokën, sel tu'ta washfa tushaffa. Pra ngrije kokën, i thot Allahu subhanahu wa taala, kërko, do t'jepet, ndërmjetëso dhe do të pranohet. Shkojnë njerëzit mbasi i rëndohet çështja në ditën në tokën e mahsherit, pra ditën e ringjalljes, edhe shkojnë tek profetët njëri pas tjetrit, do të thënë shkojnë tek Ademi alayhis salam, pastaj tek Nuhu, pastaj tek Ibrahimi, pastaj tek Musai, pastaj tek Isai, edhe çdo secili nga këto profet, do të thënë kërkon, po themi, unë nuk kam mundësi thënë. Thojnë sepse Allahu subhanahu wa taala inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithluhu wala ba'dahu mithluhu. Sepse Zoti im thënë, pra kërkojnë falje, aboni Allah, nuk kemi mundësi, sepse Allahu është aq i nxehur këtë ditë thënë, saqë nuk ka qenë ndonjëherë më përpara dhe as më mbrapa, nuk ka për të qenë kaq i mërzitur, kaq i nxehur, domethënë me kaq me nerva apo i dhëruar apo me krijesat. Edhe gjithë secili përmend një gjunaf që e ka bë. Gjithë secili prej këtyre, me përjashtim të Isait alayhis salam, nuk përmend gjunaf, mirë po thot shkoni tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur shkojnë tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai thot ana laha, un jam për këtë ndërmjetësim, thot. Edhe ndërmjetëson tek Allahu subhanahu wa taala që të vazhdoj gjykimi i njerëzve, edhe ky është ndërmjetësimi i parë i cili përfshin të gjithë krijesat, pra përfshin besimtarët dhe jo besimtarët, pra që të vazhdoj gjykimi. Ky është një ndërmjetësim që i përfshin të gjithë, pra. Edhe ky është ndërmjetësim i cili veçohet me të profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam edhe asnjë profet tjetër përveç tij. Ndërmjetësimi i dytë është ndërmjetësimi i hyrjes në xhenet. Mbasi kalojnë besimtarët urën e Siratit dhe që qëndrojnë në tokën e Qantarës, nuk futen në xhenet derisa të ndërmjetësoj profeti sallallahu alaihi wasallam që të futen në xhenet. Dhe ky ndërmjetësim është specifik për profetin Muhammed alayhi salatu wassalam. Ai është i pari që
pra ka për të ndërmjetësu, i pari që do futën në xhenet, pra që do hapet dyert e xhenetit për të, edhe pastaj do ta pasojnë besimtarët profetin sallallahu alaihi wasallam. Po pasurës së Siratit. Po pasurës së Siratit. Kalohet ura e Siratit, që ndrojnë në tokën e Kantaras, aty në Kantara ndërmjetëson profeti, të hapen dyert e xhenetit dhe të futen bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Ndërmjetësimi i tretë është ndërmjetësimi që profeti sallallahu alaihi wasallam ka bërë për t'u ulur dënimi xhaxhait të tij Ebu Talibit. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "La'allahu yanfa'uhu shafa'ati yawm al-qiyamah فيجعل في ضحضاح من نار تبلغ كعبيه يغلي منه دماغه." Thot që do t'i bëj dobi inshallah ndërmjetësimi im Ebu Talibit, pra se që do t'i vendoset një zjarr nga poshtë këmbëve, sa që kanë për t'i zier, do thonë, do t'i zijej truri. Aq nxehtësi, mirë po, kjo është lehtësim, sepse në hadithin tjetër i thot El-Abbas ibn Abi Talib e pyet: "O profeti Allahut sallallahu alaihi wasallam", i thot: "A i ke bo dobiti Ebu Talibit dhe a i ka qenë me ty e të kam ndihmu?" Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: po mos ishte për mua, thot, pra po mos ishte për ndërmjetësimin tim, thot, "la kana fi ad-darki al-asfali min an-nar", ai kishte për të qenë në gradën e fundit, pra kishte për të qenë në grad shumë poshtë në xhehenem. Mirë po për shkak të ndërmjetësimit tim, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, do t'i lehtësohet, ama nuk do të nxirret, sepse jo besimtari i cili vdes jo besimtar nuk mund të shkojë diku tjetër përveç se në xhehenem. Edhe ky është rast specifik vetëm për Ebu Talibin edhe vetëm për ndërmjetësimin që i ka bërë profeti sallallahu alaihi wasallam, që Allahu e ka leju e profeti, kjo është Allahu e ka nderuar profetin sallallahu alaihi wasallam me këtë rast specifik dhe nuk lejohet që të merret si rregull, më thonë që të bëhet lutje, dua për jo besimtarin që të nxirret prej xhenemit ose t'i lehtësohet, domethënë, dënimi. Ky ka qenë rast specifik për xhaxhain e profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ky ndërmjetësim, ky është specifik për profetin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk ka të tjerë, domethënë, që të bëjnë këtë lloj ndërmjetësimi për të afërmit e tyre, domethënë, që të jetë pranuar, që t'i lehtësohet dënimi. Pra, kur i afërmi i tyre, po themi, është jo besimtar. Ndërmjetësimi i katërt është ndërmjetësimi që të futen në xhennet ata të cilët nuk ka për ta llogari. Dhe kjo gjithashtu është transmetuar edhe është domethënë e saktë në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, që kur profeti sallallahu alaihi wasallam i ulet Allahut xhelle fi ulah në sejdë, madhëron atë dhe Allahu i thot: "Ngrije kokën, sel tu'ta washfa' tushfa." Profeti sallallahu alaihi wasallam i thot: "Ummeti im." Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala i thot: "Adkhil min ummatika man la hisaba alayhi min al-bab al-aymani min abwab al-janna." Futi, thot, ata të cilët nuk kanë llogari për umetit tënd prej derës së djathtë të xhenetit. Pra ky është ndërmjetësim që profeti sallallahu alaihi wasallam e bën për ato besimtar të cilët nuk kanë llogari, Dhe këtu
ka hadithe, domethënë që të ketë besimtar që do të futen në xhennet pa llogari, pa u llogaritur. Dhe këtu Allahu subhanahu wa taala i thot mbas këtij ndërmjetësimi, thot merri, i thot profetit sallallahu alaihi wasallam dhe futi prej derës së djathtë të xhenetit, edhe siç duket Allahu alim nga argumenti është se edhe ky ndërmjetësim, është specifik për profetin sallallahu alaihi wasallam, ky lloj ndërmjetësimi. Ndërmjetësimi i pestë është që të futen, të nxirren prej zjarrit ose të futen në xhennet gjunahqarët e muslimanëve, e monoteistëve. Edhe kanë ardhur argumente të shumta për këtë lloj ndërmjetësimi. Edhe ky lloj ndërmjetësimi është për profetin sallallahu alaihi wasallam, për profetët, për me lajket dhe për besimtarët. Pra gjithë secili do ndërmjetësoj për shokun e tij, për të afërmin e tij që ka qenë, besimtar, monoteist, që ka vdekur dhe nuk i ka bërë Allahut shok, pra ortak në adhurim ose në ato specifika që i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala, pra ka qenë musliman gjunahqar. Këtë lloj ndërmjetësimi kanë për ta bërë profetët, me lajket dhe besimtarët, për të nxjerrë nga zjarri ata të cilët kanë hyrë në zjarr. Dhe ne e dimë që besimtarët kur të kalojnë, edhe duaja e gjithë profetëve kur njerëzit kalojnë në urën e Siratit, do jetë Allahumma sallim sallim, o Allah shpëto, shpëto. Ndërkohë që Allahu me mirësinë e tij ka për t'ia mundsu shumë njerëzve që ta kalojnë në urën e Siratit. E disa të tjerë Allahu dëshiron që ata të bien dhe dënohen, të kenë një farë dënimi në zjarr. Edhe me ndërmjetësimin e besimtarëve, këto do të dalin atëherë kur Allahu subhanahu wa taala pra t'i japi leje atyre për të dalë. Edhe ne thamë që ndërmjetësimi, pra dobia që ai ka është që Allahu nderon disa krijesa që të bëjnë ndërmjetësim, po edhe është shkak që të arrihet mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, shafaati li ahli al-kaba'ir min ummati, shafaati, ndërmjetësimi im është për ata që kanë bërë gjunahe të mëdha prej umetit tim. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, pra ajo që përmendëm, fillon shafaati dhe thojnë profetët, o Allah shpëto, shpëto. Dhe kjo vetvete është ndërmjetësim dhe Allahu e pranon prej atij që do këtë ndërmjetësim. Allahu ja ka leju profetëve të ndërmjetësojnë tek Allahu në këtë lloj forme, dhe Allahu ja pranon atij që do, pra dhe shpëton atë që do me këtë ndërmjetësim. Këto gjashtë që përmendëm janë format të ndërmjetësimit që kanë rënë dakord ehli sunneti ehli sunneti dhe xhamati. Janë dhe dy forma tjera që i ka përmend Ibn Abil Izz al-Hanafi. Argumenti faktikisht në ton nuk është i sakt, nuk saktësohet. Po i përmendim duke qenë që i ka përmend Ibn Abil Izz al-Hanafi, po dhe dietar tjerë. Nëse vërtetohet diçka prej tyre, normalisht duhet pranuar, mirë po nuk di që të ketë argument që i pohon këto dy format e tjera. Pra e shtata, simas radhës që i ka përmend Ibn Abil Izz al-Hanafi, e shtata është shefaati atyre cilët i kanë gjunahet dhe veprat e mira të njëjta, dhe këto janë banorët e Arafit, që janë as xhenet as në xhenem. Pra e keni ngjuar në surën e Araf, që janë disa njerëz që do qëndrojnë midis.
Ndërsa e teta dhe e fundit është që t'i ngrihet grada, pra ato që do të futen në xhennet ndërmjetësim që t'i ngrihet grada në xhennet, pra. Këto kanë ardhur, domethënë që i kanë përmend sikur se i ka përmend Ibn Abil Izz al-Hanafi, mirë po nuk është se kanë një argument të saktë që i mbështet, domethënë këto dy lloj formash, ndërsa format e tjera, të gjashtat që i përmendëm të gjitha kanë argument, domethënë përveç se është i saktë, po është edhe i qartë që i mbron ato forma të ndërmjetësimit. E me këtë e mbyllim kapitullin e shefaatit, nëse ka një pyetje në përqartësi. Allah shpërblet më të mirë. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.